Henry dhe Mirja, një çift nga India që jetojnë prej vitesh në Angli, kanë vizituar për herë të parë Vlorën dhe Shqipërinë. Pas disa videove dhe pamjeve që kishin parë nga Bregdeti i Vlorës dhe zona të tjera, ata vendosën dhe eksploronin pikërisht këtë destinacion. Përveç Vlorës, ata vizituan edhe Tiranën, edhe Sarandën. Në një ditë të ngrohtë dhe me diell zgjodhen të bëjnë foto dhe video nga Bregdeti i Vlorës ndërsa komunikonin me miqtë e tyre, duke u treguar bukuritë e natyrës dhe detit. Edhe pse është hera e parë për ta në Vlorë, ata shprehen se do të rikthehen sërish këtë herë së bashku me miqtë e tyre. Çifti pranon se u ka pëlqyer shumë Vlora dhe Shqipëria duke veçuar natyrën, Bregdetin dhe ushqimin. For 3 days we are just here for visiting. So we just plan to Jemi Mirja dhe Henry, ne jetojmë në Angli tashmë, por origjina jonë është nga India. Jetojmë prej shumë kohësh në Angli, kemi ardhur për herë të parë në Vlorë dhe Shqipëri. Kemi parë edhe Tiranën, ndërsa do të shkojmë në Sarandë pasi sot do të qëndrojmë aty. 3 ditë kemi zgjedhur të vizitojmë vendin tuaj. Nuk dinim shumë më parë, por kemi parë video dhe foto të ndryshme dhe vendosëm ta eksplorojmë. Po bëjmë në fakt foto dhe video nga Bregdeti dhe po na pëlqen shumë. Madje me video kemi folur me miqtë tanë në Angli dhe kur të vim sërish, do të vim së bashku edhe me miq të tjerë. Çfarë na ka pëlqyer këtu? Ka shumë diell, moti është i ngrohtë dhe natyra shumë e bukur. Pastaj edhe ushqimi. Henry është shumë i dhënë pas ushqimit. Më pëlqen peshku, por edhe gjërat e tjera. Është fantastike. Do kthehemi shumë shpejt. He's really a fan of fish. Fresh fish. So he likes the fish. Vlora dhe Shqipëria tërheqin turistë në çdo periudhë të vitit nga vende të ndryshme, ndërsa me rritjen e temperaturave, ky numër pritet të rritë ndjeshëm.